Niveli i lumejve ka shënuar rritje të dukshme për këtë periudhë të dhjetorit, për shkak të rreshjeve të fundit. Ky ndryshim është vërejtur në disa pika matëse, njoftoi Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Rritja e niveleve ujore paraqet një nga fenomenet tipike sezonale, ndërsa nuk raportohet për probleme të menjëhershme nga rritja e nivelit të ujit. Niveli i rritur i lumejve në raport me mesatarën e dhjetorit është evidentuar sot në Pqinja, te banja e Katlanovës, në Vardar në Jegunovc, Shkup, Velez dhe Demirkapi, në Treska, te Makedonski Brod, në Lumin Sërna te Novaci, në Drinin e Zi te Lozhani, si dhe në Sateska te Batuni. DPHM thekson se nivelet e ujit të liçenit të Ohrit, Prespës dhe Dojranit sipas matjeve janë brenda mesatares. Gjithashtu, sipas parashikimit të DPHM-s, nesër do të ketë rreshje lokale shiu, të cilat do të paksohen në orët e pasdites. Ndërsa sipas tyre, deri në fund të javës pason një periudhë me mod kryesisht stabil dhe me rritje të temperaturave ditore, përjashtuar ultësirat ku do të ketë paraqitje mjegulle.